Lidhur me raportin 6 mujor të punës nga Drejtoria Rajonale Prizrenit, Toger Shaqir Bytyqi njofton se Drejtoria Rajonale Policisë në Prizren më 13 korrik 2026 ka prezantuar raportin 6 mujor të punës për gjysmën e parë të vitit 2026, që mbulon periudhën kohore nga 1 janar deri më 30 qershor 2026. Takimi u udhëhoq nga Drejtori Rajonal Kolonel Faton Alia në prani të zëvendës së Drejtorit Nën Kolonel Lulzim Shala, si dhe e prorëve rajonal të stacioneve dhe njësive policore të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren. Takimin e hapi Drejtori Rajonal Kolonel Faton Alia, i cili prezantoi objektivat strategjike të 6 mujorit, duke theksuar ofrimin e sigurisë publike dhe forcimin e bashkëpunimit me qytetarët dhe forumet e sigurisë, zbatimin e strategjisë së integruar të policimit të drejtuar nga inteligjenca dhe policimit në bashkësi 2026-2030, rritjen e nivelit të sigurisë në trafikun rrugor dhe parandalimin e aksidenteve, parandalimin dhe ndriçimin e veprave penale me fokus të veçantë në luftimin e dhunës në familje, si dhe objektiva të tjera të rëndësishme për sigurinë e përgjithshme. Fillimisht u prezantuan rezultatet dhe të arriturat për të rajonin, si dhe ngecjet e evidentuara, ndërsa më pas secili stacion dhe njësi policor paraqiti raportin 6 mujor për katës. Në këtë raport u theksua se gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 janë shënuar disa të arritura dhe rezultate pozitive, por gjithsesi në disa fusha ka nevojë për përmirësime. Krahasuar me vitin 2025 është evidentuar një ngritje prej 7.9% e numrit të veprave penale, por njëkohësisht është shënuar rritje zbulueshmërisë nga 64.4% në 69.3%. Policia e Kosovës ka realizuar gjithsej 385 operacione policore dhe ka sekuestruar 50 armë, duke shënuar një ulje prej 19.4% krahasuar me vitin paraprak, një trend që mund të konsiderohet pozitiv. Rezultatet e arritura përfshin ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, sigurinë në shkolla, menaxhimin e komunikacionit dhe parandalimin e aksidenteve, menaxhimin e situatave emergjente. Gjithashtu është theksuar se ka pasur një ngritje të zbulueshmërisë së veprave penale dhe incidenteve, duke arritur në 79.4% në vitin 2026, krahasuar me 77.4% në 6 mujorin e parë të vitit 2025, një rritje pozitive që dëshmon përmirësim të efikasitetit. Në raport u përmend gjithashtu se gjatë 6 mujorit e parë të vitit 2026, në rajonin e Prizrenit janë regjistruar 3 raste vrasjesh, por kryesit janë arrestuar dhe dorëzuar organeve të drejtësisë. Me rëndësi të veçantë u theksua fakti se në rajonin e Prizrenit prej vitesh nuk ka pasur asnjë rast vrasjesje me kryerje të pazbuluar, duke dëshmuar efikasitetin e policisë në ndriçimin e rasteve të rënda.